Fatkeqësisht, ne si popull të nderuar besimtar, Allahu na ruajt, edhe si musliman ndoshta her pas here, përfundojmë në këtë shirk. Përfundojmë në këtë shirk të nderuar besimtar. Prandaj duhet kemi shumë kujdes. Po si përfundon populli jon në këtë idhujtari që ka frikë njeriu dhe respekton njeriu për pushtetin e tij dhe nuk ka frikë Allahun e lartësuar. Po ja, kam zgjedhur disa shembuj. Çfarë ndodh në popullin ton kur vjen koha e votimeve? Çfarë ndodh në popullin ton kur vjen koha e votimeve? A nuk kemi po ne, të cilët ndoshta kemi një vend pune në zyrat e shtetit, edhe bëjmë çmos që jo vetë ne të sigurojmë votat e familjes tonë për atë parti që ne jemi punësuar me të, por bëjmë çmos edhe të mbledhim të tjerë mbrapa vetes, sepse kemi frikë se nëse partia me të cilën unë jam futur në punë, nëse do të humbas, unë do të humb punën dhe do të rri pa risk. Çfarë është kjo? A nuk është të kesh frikë pushtetin për riskun dhe e ke vendosur në vend të Allahut të lartësuar? Çfarë është tjetër kjo nëse nuk është kjo idhujtari që ke frikë riskun tënd? Nëse një musliman apo një njeri gjatë asaj kohe që e supozojmë ka mbaruar periudha e votimit, ka një emocion të madh, a mos vallë do të humbim këtë herë, a do të... Çfarë është kjo ndjesi përveç se idhujtari ndaj Allahut të lartësuar? Sepse ke frikë se do të largohesh nga vendi jot i punës. A nuk është kjo idhujtari? A nuk bika pra populli jon me të madhe në idhujtari? E si do të ketë hajër më pas shoqëria? Kur bie në idhujtari dhe nuk ka frikë Zotin e lartësuar, po ka frikë krijesën e tij?